Tani, vajza e zotit Trump ka ardhur disa herë në Shqipëri. Një herë në 3-4 muaj. Ne jemi këtu, ka ardhur edhe ëndri. Por përfundimi është që Rama po merr goditje. Rama vazhdimisht po merr goditje. Goditjet më të forta kanë ardhur në nëntor. Po goditja më shumë erdhi për shqiptarët, për çështjen e vizave sesa për atë politikisht, për atë çfarë ka ardhur goditje. Ju kë quani goditje për të? Akshin edhe Belinda Ballukun. Rama është kapur duke vjedhur tek tuneli Llogaras 97 milionë euro me Belinda Ballukun, me Ergys Berberi. Ju pas kësaj thoni që janë amerikanët që zbuluan. Po shiko tash, sepse edhe Rama vet po e thot, e tha edhe dje, po të keni qenë të vëmendshëm. Por ku forcua Spaku për 2 javë që të godasit i Ramën në procedurë. Nuk bëhet me fjalë për të brendshme apo për estetik apo për lyerje ndri pllakash banje. Bëhet fjalë për procedurë. Pra këta janë grupi strukturuar kriminal. Këta kanë ndikuar në vendosjen e çdo tenderi, kanë përcaktuar çdo tender, e kanë fiksuar tenderin sa kanë dashur dhe me kë kanë dashur. Tek Akshi është familja e kryeministrit brenda, kopshti privat i Ramës, thot Arben Ahmetaj, ish numri 2 i qeverisë Rama. Dhe këtu ka procedurë deri më dje, qoftë për inceneratorët, nuk ka shkuar te procedura Spaku. Që si është ndërtuar ose si ka ardhur vendimarrja për inceneratorët. E kanë ngrënë kot Alçi Bllako, Lefter Koka bëri burg kot, sigurisht kishte bërë Lefteri me Alçin. Jo, e ka bërë Rama me Veliajn. Janë 430 milionë euro nga inceneratorët, ku inceneratorët nuk punojnë ose nuk ka fare incenerator. Ku shkojnë këto lekë? Por Spaku nuk u mor me procedurë deri dje. Është marrë sot 2 javët e fundit të nëntorit dhe po vazhdon. Dhe po të shikoni edhe një gjë. Rama dje i tha, shpresa jo ka ngelta që ju të më arrestoni më nëpërmjet Spakut, sepse unë edhe Trumpin e korruptova. Pra, indirekt, ose unë jam futur familjen e presidentit dhe ju edhe këta kartën tjetër amerikane nuk e keni më sepse unë u mora. Ky është një mashtrim. E para sepse Rama po zhytet më keq duke keq përdorur vajzën e presidentit. Këtë e thonë ju, por shiko, po jo pra, e thon faktet, ajo ka ardhur këtu edhe më përpara dhe Rama ka marrë goditje nga Spaku. Sot ka frikë, ka dalë punë të drejtësisë Rama. Po bën grush shteti duke bllokuar vendimin e prokurorisë për arrestimin e zonjës Balluku, duke e komplikuar më tepër situatën sepse ajo vazhdon të kërcënojë njerëz, vazhdon të përfshi prova, vazhdon të japi vendime të reja, ka dhënë mbi 100 milionë euro tendera brenda muajit dhjetor. Pra Rama po vazhdon të bjeri në pikë. Thjesht krekosja e Ramës është për të frenuar, për të marrë kohë që të mos arrestohet. Por kur i tha opozitës që ju kanë ngel vetëm Spaku, që të më arrestoj mua, kjo është frika e Ramës, është subkonsciencia e Ramës që flet që po shkon drejt arrestit. Keni edhe analistë pra Ramës, të cilët thonë që me këtë që ndodhi tani, me ftesën që mori Rama, që ftesa kishte shkuar 100 vendeve, jo vetëm Ramës. Ky analist nga Kosova thoshte që Spaku tash do tutet, edhe nuk do e vazhdoj procedurën deri në fund për arrestimin e Ramës.